ndarjes, duhet të cikim disa statistika dhe numra në mënyrë që ta kemi më të qartë dhe më të lehtë qasjen. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2020 i kemi 1600 divorcime, domethënë gjatë tërë vitit. Prej vitit 2020 deri në vitin 2024, gjatë analizave dhe hulumtimeve që janë bërë në teren, kemi një ngritje të lehtë dhe të ndjeshme, mirë po dhe jo alarmante nëse e krahasojmë atë me gjendjen dhe me numrin e divorceve në rajon, siç është Shqipëria, Maqedonia, Shqipëria, Serbia e tjerë. Pra, në vitin 2020 i kemi 1600 shkullërzime brenda vitit, ndërsa në vitin 2024 i kemi 2200. Pra, i kemi një ngritje të lehtë prej 37%, mirë po jo alarmante nëse e krahasojmë me vendet e rajonit, por edhe vendet perëndimore dhe botërore. Kë krahasime me vendet e rajonit, a kena ndonjë shifër për Kosova? Çka ka ndodhur me Shqipërinë ose vendet e tjera? Po, Kosova e ka një standard të divorcit 0.5% në krahasim me Shqipërinë dhe Maqedoninë që e kanë 1.2% për kokë banore në 1000 banor. Pra është një rritje e lehtë, e kurbës, mirë po jo nuk paraqet shqetësim dhe nuk është gjë alarmante. Kjo është e para. Faktorët, sigurisht, ne duhet të diskutojmë faktorët që ndikojnë në rritjen e divorceve apo ndarjeve. Roli apo transformimi i rolit të gruas brenda shoqërisë është një faktor mjaft i rëndësishëm tek divorcet. Pra, gruaja në kohët e kaluara para luftës, po edhe më vonë, ka pasur një rol kryesisht ansor në familje, pra ka qenë e varur prej burrit apo prej familjes, pra transformimi i saj dhe mundësia e gruas për të punuar dhe për të qenë e pavarur në aspektin ekonomik e ka çliruar atë nga barra e rëndë e shtypjes dhe presionit. Pra kjo është një faktor që gratë nuk e durojnë dhunën, gratë nuk e durojnë presionin dhe gratë nuk e durojnë që të jenë të nënçmuara, të linçuara, ju kanë ndihmuar aspekti ekonomik në mënyrë që ato të çlirohen nga presionet e familjes patriarkale. Kjo është e para. E dyta, sigurisht roli i teknologjisë ka një rol të jashtëzakonshëm. Roli i teknologjisë është rol relativ, pra nuk mund të japim konotacion negativ apo pozitiv, sepse mund të ketë edhe gjëra pozitive edhe gjëra negative, mirë po në trajtën e pashquar po e cikim rolin e teknologjisë, pra ajo siç mund të ndikojë pozitivisht në bashkimin e qitëve, ajo mund të ndikojë edhe negativisht, duke i parë se filonja çka i ka ble bashkëshorti i saj, duke i parë në storje të ndryshme të Facebookut, të Instagramit dhe të WhatsAppit dhe të rrjeteve të ndryshme, storje të ndryshme të postuara nga çifte të ndryshme, e që në të vërtetë realitetin mes fotografive që paraqiten në rrjetet sociale edhe jetës në realitet është dallimi sikurse dita me natë, pra është një dallim kontrovers, është një dallim i thellë në mes të realitetit në jetën e përditshme dhe në të asaj çka paraqitet në publik. Pika tjetër që duhet ta kemi parasysh janë pra edhe stereotipet që bëhen, domethënë femra çdo herë ka qenë në kohët moderne, ne i dëgjojmë edhe bisedat i kemi dëgjuar, edhe bisedat në repertuaret e vjetra të bashkëbisedimeve të vjetra, ku një burr dhe një grua kanë hecur bashk, është emërtuar nga të tjerët se i kanë parë një njeri dhe një grua, pra gruaja në kohët e vjetra nuk është konsideruar njeri fare, për shkak se kur thua e kam takuar një njeri dhe një grua, çka është gruaja? Gruaja nuk është njeri, nuk është njeri gruaja. Pra, a ka ndryshu kjo emërtim tash? Po pikërisht çlirimi i gruas nga këtu, si më thon, nga këtu. Po, cilat gjenerat e grave, se tash e kom përshtypjen që për gratë që janë martu para shumë vitesh, a ka ndru kjo situatë për to? Nëse shkojmë edhe i marrim raportet në gjykata dhe në prokurori, janë raporte jashtëzakonisht të dhimbshme, kështu që ka Në cila mosh është target? Sipas Agjencisë të Statistikave të Kosovës, moshat që kryesisht ndahen
të meshkujt janë moshat 30 deri në 34 vjeçare, kurse të femrat janë moshat 25 deri në 29 vjeçare. Pra janë kryesisht këtu 90% e A grup vjen moshave. martesat e hershme po ndajnë, ato që martohen më Po, herët? po edhe një faktor prej faktorëve të rëndësishëm të ndarjeve apo divorcit është martesa e hershme, ku mungon pjekuria e duhur e çifteve, për shkak se martesa nuk është një barë lehtë të cilën mund ta bartë çdo njeri. Pra martesa ka përgjegjësi, siç ka detyrime dhe obligime. Pra martesa kërkon sakrificë. Sakrifica e saj është durimi dhe bashkëkuptimi edhe kuptimin mes çifteve, domethënë qoftë me përmani shkurta edhe presionin prej shoqënisë më herët, është kjo edhe një prej faktorëve që stigmatizimi i shtyn me u martu më herët edhe mandej e kuptojnë që kryesisht kjo ka ndodhur në shoqëritë patriarkale para luftës edhe disa vite pas luftës derisa femra, po njëkohësisht edhe moshkulli edhe shoqëritë kanë filluar të modernizohen, kanë filluar të shohin më larg, kjo fal teknologjisë, kjo fal edhe lëvizjes së lirë tash së